Pas një periudhe pezullimi dhe debatesh politike dhe institucionale, sot në mëngjes në Parkun Olimpik ka nisur zyrtarisht numërimi i rreth 50.000 votave të ardhura nga diaspora shqiptare në Greqi. Këto zarfe ishin mbajtur të veçuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për shkak të një kontestimi nga Partia Demokratike, e cila ngriti shqetësime për shkeljen të procedurave. Pas vendimit të KAS për të lejuar përfshirjen e këtyre votave në procesin zgjedhor dhe rrëzimin e kërkesës së PD-s nga Kolegji Zgjedhor, sot zarfi i parë është hapur dhe procesi i numërimit ka nisur, duke zhbllokuar kështu një pjesë e rëndësishme të votës së diasporës. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, në total 194.000 emigrantë shqiptarë kanë dërguar votën e tyre për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ndërkohë që 246.000 ishin regjistruar për të votuar. Pjesa tjetër nuk ka kthyer fare zarfin, ndërsa rreth 20.000 zarfe nuk kanë mbërritur në destinacion. KQZ konfirmoi se nuk është konstatuar asnjë parregullsi në zarfet nga Greqia, ndaj edhe u ka vendosur vijimin e procesit të numërimit. Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi ka ndjekur nga afër hapjen e zarfeve dhe zhvillimin e procesit, duke theksuar se gjithë procedura po zhvillohet në përputhje me ligjin. Ky zhvillim nuk pritet të ndikojë ndjeshëm në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, veçanërisht në qarqe ku gara mes partive është e ngushtë. Partia Demokratike nuk ka ndërmendje të tërhiqet nga përpjekjet për të mos lejuar përfshirjen e votave të diasporës nga Greqia në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Pas vendimit të komisionerit shtetëror Ilirian Celibashi për të lejuar numërimin e këtyre votave, Partia Demokratike vijon reagimet dhe veprimet për të bllokuar dhe kontestuar numërimin e votës së diasporës. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Marash Logu ka deklaruar se forcat politike që ai përfaqëson kanë ndërmarrë të gjitha hapat ligjor për të ndalur këtë proces, ku ai thotë se presin prova nga operatori shpërndarës nëse vota ka qenë shprehje e vullnetit të zgjedhësit.